Partia Demokratike do të kërkojë që kërkesa e SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku të shqyrtohet sa më shpejt në parlament. Në një konferencë me gazetar, kryetari i Partisë Demokratike Berisha akuzoi mazhorancën se kërkon të shtyjë këtë çështje pas festave të fundvitit. Kërkojnë që ta çojnë pas vitit të ri, ta spostojnë madje mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Dhe kjo është taksative ndaj them Rams mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut. Berisha akuzoi kryeministrin se po mbron zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Por Berisha komentoi edhe zhvillimet e fundit brenda Partisë Demokratike, lëvizjen e Ervin Salianit dhe takimin e tij një ditë më parë në Elbasan, duke akuzuar se takimin i organizoi Suel Çela. Që një antari kooptuar i kryesisë dhe antari i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çelën, kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë, takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që ndërmerr një veprim të tillë, ai tejkalon vijën e kuqe dhe ai është përgjegjës për veten e tij, u shpreh kryetari i Partisë Demokratike.